Punonjësit e kulturës për festat e Pashkëve mbetën pa rroga. Për këtë arsye dolën në protestë përpara godinës së Ministrisë së Kulturës. Rreth 3.000 punëtorë kërkojnë që t'u paguhen rrogat e marsit, pasi siç thonë ky problem po përsëritet çdo vit. Nuk është vetëm mashtrimi administrativ, është tradhti ligjore dhe morale. Jo, nuk është një çështje teknike, ky është një sulm ndaj dinjitetit të çdo punonjësi kulturor. Mos respektimi i marrëveshjes kolektive është munges respekti për njeriun. Ata kërkojnë respektimin e marrëveshjeve kolektive dhe ligjeve, kushte dinjitoze të punës, transparencë dhe menaxhim profesional të institucioneve të kulturës. И минатата година и годините претходно, денеска ние културните дојдовме кај некултурниот по плата. Мене ми е жал што министерот до вчера стоеше рамо до рамо со вас, како работник, меѓутоа како министер со 79% зголемена плата, се бори против вашите плати предвидени со колективните договори, што сметам лично дека е срамно. Во моментов институциите не постапуваат по новите насоки, бидејќи на никого не му е јасно што во моментов треба да се направи. Се надеваме дека во текот на денот ќе се добијат по детални насоки и се надеваме дека платата за месец март ќе ја добиеме барем пред првомајските празници. Ne nuk protestojmë për luks, po për një të drejtë të garantuar me kushtetut. Ligjet duhet të jenë të barabarta për të gjithë, u tha në protest. Ministri i Kulturës Zoran Lutkov i pyetur se kur mund t'i presin të punësuarit rrogat e marsit, për televizionin 21 shkurt tha se për momentin po punohet mbi zgjidhjet e reja për pagat.